Në 17 vjetorin e vrasjes tre vëllezërve Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyçi, disa dhjetra ekspertë të njohur që kanë punuar apo punojnë në nivelet më të larta qeveritare, akademike dhe shoqërinë civile, kanë nënshkruar një letër të hapur ku kërkohet udhëheqësve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara që të angazhojnë qeverinë e Serbisë për zbardhjen e krimeve të luftës, duke përfshirë rastin e vëllezërve Bytyçi. Nënshkruesit theksojnë shqetësimin e thellë lidhur me ritmin e ngadaltë të Serbisë në ndjekjet penale për krimet e luftës. Kolegu ynë Kasriot Haxhia bisedoi me Pravin Madhireau, përfaqësues ligjor i familjes Bytyçi, dhe me Fatos Bytyçin, që kërkon drejtësi për vëllezërit e tij të vrarë në Serbi. Në korrik të vitit 1999, Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyçi u arrestuar në rrethanat e panjohura nga forcat serbe në afërsi të vendkalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar. Në vitin 2001, trupat e tre vëllezërve u gjendën në një varr masiv në fshatin Petrovo Selo në linjë të Beogradit. 17 vjet më vonë, ende nuk është ndriçuar ky rast dhe nuk janë zbardhur krimet e luftës edhe pas ndërhyrjes së qeverisë amerikane dhe premtimeve nga udhëheqja e Beogradit. Pravin Madhireau është përfaqësues ligjor i familjes Bytyçi. Kanë kaluar 17 vjet dhe ende nuk kemi parë askënd të bëhet përgjegjës për këtë rast. Nuk ka patur hetime të suksesshme apo serioze të kësaj çështje deri tani. Në këtë përvjetor kemi publikuar një letër të hapur për të tërhequr më shumë vëmendjen tek rastin e fjalë dhe dështimi i Serbisë për të trajtuar krimet e luftës në përgjithësi. Serbia's failures in war crimes cases more generally. Avokati thotë se gjatë 10 vjetëve të fundit ka patur shumë premtime por asnjë veprim konkret. We'll do our job. Madje, thot ai, vetë udhëheqja serbe pati bërë premtime publike që u pasuar me premtime të ngjashme nga zyra e prokurorit serb. That was a terrible crime. Të njëjtin mendim ndan dhe Fatos Bytyçi, i cili prej vitesh vazhdon të kërkojë drejtësinë për vëllezërit e tij. Qeveria e Serbisë nuk ka sinqeritet nuk ka kredibilitet për ta kryer këtë rast. Qershorin e kaluar, kryeministri Vučić premtoi publikisht në Washington për një zgjidhje të shpejtë të çështjes Bytyçi, por sipas avokatit nuk ka veprime konkrete pasi At its core, there isn't sufficient political will. Në thelb nuk ka dëshirë të mjaftueshme politike. Kjo nuk është vetëm në rastin e vëllezërve Bytyçi, është problem në tërë procesin e trajtimit të krimeve të luftës. Organizatat jo qeveritare që kanë studiuar këtë çështje dhe madje edhe hulumtuesit nga OSBE-ja kanë arritur në të njëjtin konkluzion se kur flitet për krimet e luftës, Serbia nuk ka vullnetin e dur politik. Përfaqësuesi ligjor i familjes Bytyçi thotë se shoqëria civile në Serbi po bën një punë të mirë edhe pse shpesh gjendet në ndrysnin politike. Natasha Kandić, the Humanitarian Law Center. Natasha Kandić, Qendra për të drejtën humanitare dhe Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njerëzit, nisma rinore për drejtat e njerëzit, këto grupe po bëjnë punë të mirë, por po të dëgjosh nga afër udhëheqjen serbe, këto grupe shpesh kritikohen dhe sulmojnë publikisht. Udhëheqja serbe duhet të mbrojë këto organizata dhe jo kriminalët e luftës. Nënshkruesit e letrës theksojnë se rekordi i Serbisë për zbardhjen e krimeve të luftës ka qenë i zymë dhe i papranueshëm. Përfaqësuesi i ligjor i familjes Bytyçi thotë se udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuara duhet ta marrin parasysh këtë dhe se qeveria serbe nuk duhet lavdëruar pa ndërmarrë veprime konkrete për zbardhjen e krimeve të luftës dhe çështjen e vëllezërve Bytyçi. Qeveria amerikane ka është non-stop të ngritë çështjen e vëllezërve në qeverinë serbe, por përpos ata që familje edhe qeveria amerikane kanë kanë premtime se do të mirën masa për ta kryer këtë rast, por në fat keq nuk ka asnjë lëvizje. For years, Prime Minister Vučić and President Nikolić have been Prej disa vitesh, kryeministri Vučić dhe presidenti Nikolić janë vlerësuar se kanë shkëputur lidhjet me të kaluarën e tyre historike të lidhur ngushtë me krimet e luftës. Letra tërheq vëmendjen se i dyshuari kryesor në rastin Bytyçi, Goran Radoslajević Guri, është ende shumë pranë qeverisë dhe kryeministrit Vučić dhe presidentit Nikolić.
Kjo duhet të ndalohet. Këta dy udhëheqës nuk duhet vlerësuar për largimin nga e kaluara, derisa të tërkojnë përmes veprimeve se janë ndarë nga krimet e luftës. Until they show action and break with these types of war criminals. Përfaqësuesi ligjor i familjes Bytyqi thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mund të ushtrojnë presion dhe të kërkojnë veprime në vend të premtimeve nga Beogradi. Serbia, thotë zoti Madi Raju, nuk ka ndërmarrë asnjë veprim lidhur me krimet e luftës, pra duhet të jetë parakusht, thot ai, para se perëndimi të vlerësojë çështjet e zbatimit të ligjit. Familja dhe besoj qeveria amerikane nuk do të hekim dorë dhe këtë në ky rast të zbardhët dhe kriminalët e luftës të bien para drejtësisë. Të tre vëllezërit Bytyqi ishin pjesëtar të ish ushtrisë shërimtare të Kosovës, përkatësisht të batalionit Atlantiku, i përbërë nga shqiptar që jetonin në Shtetet e Bashkuara, të cilët u bashkuan luftës në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Kashet Haxhiaj, Washington.